Partia Demokratike e Kosovës PDK ka ngritur ankesë lidhur me votat e Mërgatës pas dështimit të saj për të penguar votimin përmes postës. Antarit të vetëvendosjes në KSZ Alban Krasniqi ka shkruar në Facebook se PDK-ja po ankohet për votat e Mërgatës pasi dështuan ta pengonin dhe ta pamundsonin votimin përmes postës. Sipas tij, vetë miratuan në KSZ procedurën dhe afatet, e tani kur Mërgata u vetë organizua dhe arriti të sjellë flet votimet nga e gjithë bota, ky fakt u bë problem për ta. Në vijim postimi i tij plot, PDK-ja që ka ankuar kundër votave të Mërgatës, kur e pan që dështuan ta pengonin e ta pamundsonin votimin përmes postës, vetë votuan në KSZ procedurën dhe afatet e tash. Kur Mërgata u vetë organizua dhe arriti të sjellë flet votimet nga gjithandej globit, këtyre u djeg ky fakt, duke harruar që humbjen nuk e kanë nga Mërgata e as nga votuesit në Kosovë, por nga sjellja, veprimet dhe vendimet e dëmshme të vetë PDK-s, që prej themelimit të saj deri tek ky i sotit përmes kësaj ankese të turpshme kundër Mërgatës, ka shkruar ai ndër të tjera. Rezultatet e zgjedhjeve të 28 dhjetorit, veçanërisht në votimet jashtë Kosovës, tregojnë një përkrahje të fortë për lëvizjen vetëvendosje me 13.899 vota, apo 86.74% të mbështetjes nga diaspora. Ky rezultat ngre pyetjen se sa vendimtare ka qenë diaspora në fitore të partisë dhe nëse ajo mund të konsiderohet bastioni kryesor i lëvizjes vetëvendosje jashtë vendit. Drejtori i Ligës Qytetare Shqiptaro-Amerikane Agim Maliçkaj deklaroi se e drejta për vot lidhet me shtetësi dhe kësaj nuk mund të mohohet kjo gjë. Ai këshilloi partitë që të fokusohen te Mërgata dhe të mos e anashkalojnë rolin e saj. Në vende demokratike, e drejta për të votuar lidhet me shtetësi pa marrë parasysh ku jeton. Nëse humbet shtetësia, humbet e drejta e votës. Kjo nuk ndryshon kurrë. Këshillohen të gjitha partitë politike që Mërgatën ta marrin si segment të caktuar të interesuar për çështje të caktuara, të cilat janë të pavarur dhe mund të përfitojnë më lehtë me programe dhe punë të mira. Njësoi si një president amerikan që analizon të gjitha shtetet dhe segmentet e popullsisë dhe mundohet që tu përshtatet e tij përfitojë. Për këtë, Maliçkaj në bashkëpunim me Bota sot u shpreh se vota e diasporës duhet të merret seriozisht e që sipas tij këtë e ka kuptuar siç duhet vetëm Kurti me partinë e tij. Në këtë pikë ai reagoi ashpër ndaj kritikëve të votës së diasporës derisa tha, nuk mund të fajsohet Mërgata për humbjen e partive opozitare. Vota Mërgatës duhet të merret seriozisht, të respektohet dhe të përfitohet, jo të anashkalohet dhe të bllokohet. Zgjedhjet e 28 dhjetorit e treguan se Mërgata është faktor i rëndësishëm për të fituar zgjedhjet. Këtë e ka kuptuar me kohë kryeministri Albin Kurti me partinë e tij, Lëvizja Vetëvendosje dhe koalicionin. Kjo vot e ndihmoi atë që të shënojë fitore impresive, plotësisht me merit. Unë dhe shumë shok të mi jemi të mblefosur nga përpjekjet e humbësve të zgjedhjeve dhe mbështetësve të tyre në media të akuzojnë Mërgatën për humbjen e tyre, ta ofendojnë dhe njollosin pa pikë arsye dhe kontrolli. Ofendimi më i ulët dhe më i rrezikshëm i tyre është se kryeministri Kurti na qenë ka Cernagor. Ky është një sulm i paskrupullt ndaj të gjitha trojeve shqiptare dhe mbar kombit shqiptar, theksoi ai. Krahas kësaj, drejtori i LQSH-s foli edhe për ofendimet që janë bërë Mërgatës kohët e fundit në lidhje me shkollimin e emancipimin e tyre. Po ashtu i ulët dhe krejtësisht i pavërtet është deklarimi se Mërgata në qenë ka e pa edukuar dhe frikacake që ka ikë nga lufta dhe problemet e Kosovës. Mërgata është e mbushur me intelektual të gjitha lëmive dhe niveleve dhe është shumë e informuar. Djemtë dhe vajzat e Mërgatës kanë marrë pjesë në luftë, kanë financuar luftën dhe i kanë mbrojtur luftëtarët e lirisë në Washington e kudo, edhe pse luftën direkt e kanë bërë luftëtarët e lirisë, para të cilëve duhet të përulen të gjithë. Vetëm e ta pa logjistikë dhe mbështetje të gjerë nuk do të vinte fitoria. Ai vazhdoi dhe përmendi edhe disa akuza të tjera, e që sipas tij janë shumë të pakuptimta. Pastaj akuzat se Mërgata nuk i di dhe nuk e përjeton problemin e brendshëm, siç janë rryma, spitalet, shkollat, bizneset, mirëqenia sociale e tjerë, janë po ashtu të pakuptimta. Mërgjimtarët i kanë shtëpitë dhe pronat për të cilat paguajnë taksa, mbesin edhe ata që rrymën ose nxemjen gjatë qëndrimit i financojnë familjet e tyre të sëmurët, shkollimin e fëmijëve sipas nevojës dhe ndihmojnë hapjen e bizneseve. Humbësit e zgjedhjeve, sa merren me punë të kota, i kanë më mirë të analizojnë shkaqet e vërteta të humbjes.
Ato janë të shumta, por kryesorja janë korrupsioni gjatë qeverisjes së tyre, për ulja ndaj ndërkombëtarëve në shtrimin ndaj kërkesave serbe dhe shqitja e shtetit. Këto çështje i konsiderojnë më së shumti Mërgata, shtjelloi drejtori LQSH-s. Në fund, ai kishte një mesazh për opozitën derisa shtoi se Kurti dhe Osmani ja kanë zbardhur fytyrën Kosovës. Ka ardhur koha që antarësia e GRPDK-s dhe AK-s, me luftëtarët e vërtetë të lirisë dhe antarësia rrugoviste e LDK-s, që ja duan të mirën shtetit dhe kombin, të bëjnë presion mbi kryerit e tyre që disa të tërhiqen, të tjerë të ndryshojnë dhe të fillojnë të punojnë për shtet dhe komb, pastaj për parti dhe pushtet. Kjo është e vetmja mënyrë nëse duan të bëhen opozitë fort konstruktive dhe të krijojnë mundësinë për marrje të pushtetit në mënyrë demokratike. Disa kërkesa të çmendura për mospranim të zgjedhjeve dhe rrëzim të kryeministrit Kurti me trazira në rrugë do t'i zhdukin plotësisht nga jeta demokratike. Populli i Kosovës do t'i hudhë poshtë, por edhe më keq, do të ndahen me faktorin ndërkombëtar, sidomos me Amerikën tonë të dashur, krahashkuar ai ndër të tjera.